Përshëndetje, dashur zërinj e treja të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Forumit Rinor më të bukur, më të fortë dhe më të organizuar në Shqipëri. Po e vazhdojmë aty ku e nisëm, në 7 nëntor të vitit 2021, me foltoren e FRPD-s që në fakt i dha atë ritëm, fuqi dhe vrull që prisnin gjitha foltoret dhe gjithë demokratët e Shqipërisë për rithemelimin e Partisë Demokratike, për shpëtimin e Partisë Demokratike, për ngritjen e Partisë Demokratike dhe për kthimin e Partisë Demokratike në pushtet. E mbani mend shumë mirë, në atë periudhë, këtu kemi qenë gjithë, pjesa më e madhe juaja kemi qenë së bashku, kemi qenë drejtues apo ish drejtues të forumit, të rinj të Forumit Rinor, dhe sot vim në një tjetër pozicion me premtime të mbajtura nga ana e kryetarit Partisë Demokratike që kam kënaqësinë ta falenderoj sot për pjesëmarrjen, profesor doktor Sali Berisha. Në atë foltore të 7 nëntorit 2021, u fol për promovimin e të rinjve, për krijimin e hapësirave për të rinjt në Partinë Demokratike. Ku e gjejnë veten të rinjt sot në Partinë Demokratike? Janë plot 58 kandidat në moshën 40 vjeç që janë kandidat zyrtar për deputet Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Besar Gjaferi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, sot është kandidat për deputet dhe do të përfaqësojë Forumin Rinor në kuvendin e ardhshëm Shqipërisë. Unë si ish kryetar do të jem duke qenë avokati juaj sërish në kuvendin e Shqipërisë. Grigel Smuçollari, sekretari i përgjithshëm i Forumit Rinor, në atë foltore, është sot kandidat për kuvendin e Shqipërisë. Lisandër Hoxha, ish në kryetari i Forumit Rinor, është sot kandidat në Tiranë për kuvendin e Shqipërisë. Iliriana Kuçana, që kemi qenë së bashku kandidate në qarkun Durrës. Shoqëri Myrtollari, kandidat në qarkun Durrës. Ndreca, kandidat në qarkun Durrës. Mario Runa, kandidat në qarkun Vlorë. Romario, kandidat në qarkun Vlorë. Gen Çela, kandidat në qarkun Korçë, Pogadecit. Tet Kopliku, kandidat i Shkodrës. Janë të rinj Forumit Rinor që kanë milituar në vitën Forumit Rinor, që sot janë gati të marrin përgjegjësi për drejtimin e Shqipërisë. Dhe kjo fal një vizionit qartë të kryetarit tonë të Partisë Demokratike dhe kryeministrit të ardhshëm, doktor Berishës, për t'i dhënë mundësira të rinjve, në mënyrë që të rinjt të mos largohen nga Shqipëria, në mënyrë që të mos kemi më Ministri Rinie që nuk është për rinin, mos kemi më ministri pa portofol, që kanë thelb rinin, që s'ka as një program, as një vizion për rinin. Jam i bindur që pjesa dërmuese juaj nuk e din kush është sot ministri i rinis. Nuk din asgjë nga programi apo vizioni që mund të ketë sot Partia Socialiste apo grupi strukturuar kriminal që drejtohet nga Edi Rama, që formalisht e mban emrin Partia Socialiste për rinin. Ne sot jemi këtu për të shpalosur në fakt dhe programin që ka Partia Demokratike për rinin. Një program i hartuar nga të rinjt e Forumit Rinor, nga të rinjt e Partisë Demokratike dhe që do të shpaloset po nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Unë kam kënaqësinë sot që ju kërkoj ndjes kujtdo që mund i kem harruar emrin nga ish pjesëtarët apo drejtues e Forumit Rinor. Kemi edhe përfaqësuese dhe deputetet tona që janë Elda Hoti, që e kemi të re edhe antare me moshë Forumit Rinor. Loranca gjithashtu ka qenë pjesë e jona, Klevis Balliu e njihni të gjithë, edhe ai do të jetë në kuvend avokati të rinjve. Erisa Xhixho, gjithë e njohin, drejtuese në vite e Forumit Rinor të Partisë Lirisë, dhe unë kam kënaqësinë sot që fjalën t'ia jap një deputete të kuvendit të Shqipërisë, një vajzë të re, një përfaqësuese tuaj, një përfaqësuese e gjithë të rinjve shqiptar, që në fakt do të shpalosë piketat kryesore të programit të rinisë Partisë Demokratike për 2025-2029. Kam kënaqësinë që të ftoj Andja Ullirin. Fitore, fitore, fitore! Faleminderit i dashur Belind. Përshëndetje të dashur të rinj dhe të reja, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti doktor Berisha. Ju falenderojmë që jeni këtu pjesë e këtij aktiviteti. Dhe unë dua ta nis këtë aktivitet dhe fjalën time me një pyetje. A e dini ju që sot çdo derë është e mbyllur për të rinjt? A e dini që sot ka një ministri për rinin në këtë vend? Dhe a e dini që është dikush që e drejton këtë ministri? Është dikush në fakt
që i drejton të gjithë të rinjt të largohen nga ky vend. Është simboli i pozitës sot i Partisë Socialiste për të rinjt, kjo ministria për të rinjt. Dhe nga ana tjetër, krah kësaj ministrisë janë pamjet e mira shqiptarëve të cilët janë larguar në 12 vite. Janë pamjet e mira të rinjve të cilët janë larguar nga Shqipëria me kamiona, me gomone, me syt drejt nga Shqipëria, me lot në sy, duke dhënë dhe shumë aparash vetëm që të largohen një orë më parë nga Shqipëria. Në njërin krah është kjo Partia Socialiste e cila e sot i tund këtë pasaportën europiane të rinjve shqiptar. Dhe nga ana tjetër janë të rinj shqiptar cilët janë larguar duke mohuar shtetësinë shqiptare, identitetin kombëtar, duke mohuar prejardhjen e tyre sepse kjo qeveri i largoi ata nga shteti i tyre. Është kjo Ministria e Rinisë që pas 4 vitesh, u kujtua të vinte në parlament në seancën e fundit plenare të 2025-s duke sjellë një propozim të ndryshimit të ligjit për rinin. Ajo solli në fakt ligjin antirinor. Një ligj të cilën unë dhe si më e vogla këtij parlamenti e kam kundërshtuar me forcë. E kam kundërshtuar sepse ai ligj është ligji që na mohon neve të drejtat tona, që na heq neve të drejtën për të folur, zërin ton. Është ligji që ata duan të na kontrollojnë neve. Ligji i cili mohon çdo të riu të drejtën për të zgjedhur dhe për të patur autonomi. Sepse ata duan që ta kenë kontrollin tek të rinjt. Nuk duan që të rinjt të kenë një zë, nuk duan që të rinjt të kenë shpresë. Ishin ta të cilët sollën në kuvend projekt ligjin antirinor. Kjo ministra që sot ende nuk ka dërguar një mesazh ngushëllimi tek prindrit, të cilët lotët nuk i janë tharë për fëmijët që kanë humbur, për ata prindër të cilët sot lëngojnë çdo ditë për fëmijët që nuk janë në Shqipëri. E është kjo Partia Socialiste e cila sot ju thot të rinjve riktheuni, jepeni kontributin në vendin tuaj. Dhe si do të rikthehemi ne? Kur ka nga ata që janë këtu në Shqipëri e dita ditës se mendojnë të largohen. Ka nga ata cilët e japin kontributin janë në parlament dhe çdo ditë censurohen. Atyre ju hiqet zëri dhe u mohohet e drejta, qoftë edhe e drejta për të mbrojtur qytetarët e tyre. Ndërkohë që sot të rinjt e din shumë mirë se çfarë fshihet këtu mes nesh. Ata e din shumë mirë që mes nesh është forca e vërtetë e ndryshimit. Që këtu është energjia, është vizioni, është dëshira dhe ëndra që nesër Shqipëria do të jetë një Shqipëri më e mirë, do të jetë madhështore. Është këtu mes nesh dhe ata e din shumë mirë. E din shumë mirë, prandaj duan ta kontrollojnë. E din shumë mirë që energjia e rinisë, ky vizion për të ardhmen, është forca e ndryshimit dhe fuqia jonë. Dhe fuqia jonë është vota jonë. Zëri ynë është vota jonë. Një revolucion është bërë në Shqipëri dhe ai revolucion është bërë nga të rinjt. Është bërë për liri, është bërë për demokraci. Është ky vizion dhe ishin ata të rinj të cilët ndërtuan Partinë Demokratike, ishin ata të rinj të cilët e ndërtuan partinë e cila sot është numri 1, është numri 1 që i do të rinj, lufton për të rinj, do t'i përfaqësoj të rinjt. Është numri 1 e cila ka luftuar, është ndërtuar nga të rinjt dhe do të luftoj dhe do të jetë krah rinisë gjithmonë. Prandaj ne sot do të përdorim fuqinë tonë, do të përdorim votën tonë për të mbështetur atë parti e cila e do rinin dhe do të jetë krah rinisë çdo ditë. Me 11 maj ne do të bëjmë të mundur që zëri ynë të dëgjohet. Ne do të bëjmë të mundur që kurrë më të mos jemi të shtypur, kurrë më mos të përdoremi si fasad, por të jemi aty me vendin ton, me zërin ton për të bërë që Shqipëria të jetë madhështore. Të dashur të rinj dhe të reja, bashkë me mua këtu, dua të ftoj në këtë panel 2 zotrinj, 2 të rinj, duke falendëruar çdo kandidat të ri që është këtu sot me ne, për të thonë dhe ata për të treguar mbi programin e Partisë Demokratike si ne do ta ndryshojmë Shqipërinë dhe do ta bëjmë atë madhështore, zotin Besar Xhaferi dhe zotin Grigel Smuçollari, 2 nga kandidatët tanë më të rinj, kontributor, njerëz që e duan Shqipërinë dhe duan që Shqipëria të jetë madhështore. Faleminderit dhe fitore.
Ti dhe filloj unë. Filloje. Si mendoni? Hajtë po e filloj unë, me qënë se jam larguar nga forumi, s'jam aq i ri në fakt, por së bashku me Besartin, së bashku me një ekip specialistës, së bashku me shumë të rinj, punuam për një program që lidhet me të rinjt. Dhe jo vetëm për të ndryshuar ligjin për rinin, po për të përballur për të gjithë nevojat që të rinjt kanë. Në fakt unë këtu kam pak emocion, Belind. Dhe do të them pse kam emocion. Sepse këtu në këtë shesh, në këtë amfiteatër, rreth 4 vite përpara, ne u mblodhëm të gjithë të rinjt e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, por dhe të tjerë mbështetës të Partisë Demokratike. U mblodhëm 4 vjet përpara, të gjithë së bashku me një guxim të pashembull. Pse them guxim? Se dua të kujtoj për ata që mund t'i kenë haruar. Rreth 4 vjet përpara na thanë që ne mund të ham bar. Rreth 4 vjet përpara tentuan gjithçka që është e mundur, të ligjshme dhe të paligjshme, për të shkatruar Partinë Demokratike. Dhe këtë jo vetëm me faktor kombëtar, po për fat të keq edhe me lobingje të paligjshme jashtë vendit tonë. Rreth 4 vjet përpara ekzistonte pyetja, a do ekzistoj Partia Demokratike? Shumë veta e bën. Dhe unë jam shumë krenar për të rinjt e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, që vendosën një gjë. Ju nuk na merrni dot lirin, i tham rreth 4 vjet përpara në këtë shesh dhe në këtë amfiteatër. Lirin ton për të vendosur, lirin ton për të mos na diktuar se kush do kryesoj forcën më të madhe të opozitës. Lirin ton për të shpresuar këndryshimi. Ne ruajtëm fort dhe këtu jam ndjem krenar për çdo të rije të reja. Ne vendosëm ato ditë të vështira të Partisë Demokratike të ndiqnim profesor doktor Sali Berishën në kauzën e tij të drejtë për rithemelimin e opozitës shqiptare. Kështu që jam krenar për gjithë të rinjtë e të rejat, të cilët kontribuan në një pikë shumë delikate për Partinë Demokratike. Për të mos u lodhur dhe e zgjatur, do të kalojmë tek propozimet e Partisë Demokratike për një program që i dedikohet të rinjve, nevojat të tyre. Dua të theksoj, ky program përveç specialistëve të huaj dhe shqiptar, është konsultuar me të gjitha shtresat e të rinjve, duke filluar me adoleshentët, gjimnazistët, studentët, të rinj karrierë që kërkojnë punë, të rinj të cilët merren me biznes, të rinj të cilët janë prindër, dhe të rinj të cilët nuk ndodhen sot në Shqipëri. Kështu që po kaloj tek pikat e programit të Partisë Demokratike. Duke qenë se ka një ndikim të drejtë për drejtë arsimi, ne kemi propozuar Partisë Demokratike që problemin kryesor që kanë sot studentët, që lidhet me orët e gjata të punës që duhet bëjnë gjatë kohës që janë student, e cila ndikon në cilësinë e përgatitjes të tyre për të qenë nesër profesionist të profesionist. Dhe të kuptohemi, studentët sot punojnë 6 deri në 9 orë në ditë për të përballuar kostot e jetesës në një Tiranë që çdo ditë shtrenjtohet. Çfarë propozojmë? E para, 0 taks arsimi në universitetet. Asnjëri nuk duhet paguaj taks për arsimin e tij. E dyta, 200 euro në muaj si minimum jetik që studenti të ketë kohë të fokusohet tek studimet. Të dashur miq, të dashur të rinjë të reja, shqiptarët e Kosovës e kanë dhënë këtë zgjidhje. Qeveria e Kosovës paguan për çdo student muaj për muaj, pikërisht për të arritur këtë qëllim, për të kthyer studentët në profesionistë të mirë dhe për të fokusuar tek studimet. Kështu që nuk është e pamundur, është krejt e mundur. Jemi po në kuadrin e arsimit, duke qenë se shumë prindër të rinj, sidomos në qytetin e Tiranës, por jo vetëm. Një nga problemet kryesore që kanë është arsimi, janë shkollat publike. Dhe ju e dini vetë që në Tiranë të jetosh dhe të mundosh të sigurosh një të ardhme fëmijëve tu, duhet punosh 2, 3 apo 4 punë. Sot arsimi apo shkollat në Tiranë janë me 2 turne.
por në disa vende prej tyre nuk ekzistojnë fare. Në zonën e Astirit, një zonë me mbi 60.000 banor, nuk ka asnjë shkollë, as i kopsh, as i çerdhe. Në zonën e Freskut nuk ka prap asnjë shkollë. Në zonën e Liçenit That nuk ka asnjë shkollë. Prindrit duhet të vrapojnë mëngjes për mëngjes dhe të shpenzojnë mbi 1 orë kohë për të çuar fëmijët kohë. Dhe ju e dini se si është trafiku në Tiranë. Dhe për këtë jemi ne fajtor. Janë po të njëjtët, këta që qeverisin Tiranën dhe Shqipërinë sot. Kështu që zgjidhja jonë e para angazhimi jon solem i Partisë Demokratike dhe i joni si kandidat Partisë Demokratike në 3 zonat specifike të Tiranës fillon prokurimi për ndërtimin e shkollave në Astir, në zonën e Liçenit That dhe në zonën e Freskut. Por ne nuk do ta lëmë me kaq. Dhe jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Do të paguajmë derisa të ndërtohen këto shkolla. Do të paguajmë 250 euro për çdo fëmijë që nuk ka një shkollë në zonën njësinë vet administrative. Këto para mund të përdoren për të përballuar kostot e transportit, për të përballuar pse jo dhe një arsim privat që mund të ndodhet në zonë. Këta janë prindër të dashur qytetar që paguajnë taksa çdo ditë si çdo kush prej ne. Dhe qeveria dhe shteti ka detyrimin t'i kompensoj, ka detyrimin t'i respektoj me dinjitet në ato zona ku banojnë. Mund të kalojmë ke slajdi tjetër, ju lutem. Jemi ke punësimi. Mes shumë të rinjve që kemi takuar, janë të punësuar, por jo të siguruar. Kjo për shkak të rritjes të kostove të biznesit gjithmonë më shumë. Por ne shkuam për te kësaj, le të japim një iniciativë më shumë, që të frymëzojmë ose të mbështesim bizneset që punësojnë të rinj. Dhe ajo që propozojmë është 3 vjet 0 tatim fitimi dhe TVSH për çdo biznes që krijojnë të rinjt. Për çdo biznes që do krijojë njëri nën 30 vjeç, për 3 vjet 0 tatim fitimi dhe 0 tatim mbi të ardhurat. Te slajdi tjetër, ju lutem. Jemi prapë në të njëjtën kontekst dhe për bizneset të cilët do punësojnë të rinjt. Ata të cilët do punësojnë të rinj dhe për çdo të rinj që është nën 30 vjeç, shteti do të marrë përsipër dhe qeveria pagesën e pjesës së kontributeve të sigurime shoqërore që vjen pikërisht nga punëmarrësi, nga i riu, duke i krijuar një mundësi bizneseve për të pasuruar stafet me të rinj, si e vetmja formë për të krijuar kualifikimet e përshtatshme për të ngritur profesionist për një treg që do të hapet së shpejti, për një treg që duhet të jetë konkurrues në Bashkimin Evropian dhe në Europë. Dhe të dashur miq, kaq është pjesa ime që kemi vendosur të prezantojmë dhe kam nderin dhe kënaqësinë të jap fjalën për të vazhduar prezantimin e programeve për nevojat e të rinjve, programin që ju flet qytetarëve, që ju flet të rinjve, kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Besar Xhaferi. Faleminderit Gërgels. Faleminderit gjithëve që jeni sot këtu. Ju falenderoj nga zemra, nga shpirti, për mbi të gjitha për 4 vite sakrificë, që nga 9 shtatori 2021-shit, por dhe më parë. Forumi Rinor i Partisë Demokratike është një organizat 34 vjeçare. Një organizat që ka mbijetuar dhe vetëm është forcuar. Një organizat që na e kanë kaq shumë zili sa duan të na marrin dhe ne të na ofrojnë gjithë botën. Por ne kemi vendosur të qëndrojmë në krahun e dur të historisë. Ai krah është të luftosh për demokracinë, të luftosh për lirinë, por mbi të gjitha të luftojmë për bashkëmoshatarët tanë, të luftojmë për ata që kanë ngelur këtu dhe të luftojmë për ata që na janë larguar. Sepse Shqipëria madhështore po vjen, miqtë e mi. Në 12 maj ajo do jetë një realitet që ne do e prekim dita ditës. Dhe këtu patjetër kemi sot të zotin e punës, që atë program që do lançojmë do na e premtoj, do na e realizoj, ose për ndryshe ne gjithmonë e kemi treguar që nuk poshtemi dhe nuk trëmbemi dhe nga më të fortët e këtij vendi. Zoti Berisha, të rinjt në këtë sallë duan me patjetër që Shqipërinë madhështore dhe zemrën e Luanit të gjithë buxhetit ta zëri pikrisht ajo grup mosh që do ndërtoj këtë vend. Dhe për këtë arsye kemi studiuar një ligj që është një realitet në Hungari.
Në vitin 2018 është lançuar në Hungari. Unë kam prej 4 vitesh që e them media për media, besoj se shumë nga bashkëpunëtorët e mi dhe kur kam garuar për fushat, e kanë dëgjuar gjatë fushatës, por është i ligj që patjetër e kam më shumë për zemër dhe quhet një çati për çdo çift. Të rinjtë e këtij vendi besoj e dinë gjithë që ngecen në atë rrethin vicioz, i cili ju pamundson të kursejnë të paktën 20% të depozitës që duhet financiare për të blerë një shtëpi, për të blerë shtëpinë e parë. Asnjë çift i ri në Shqipëri nuk duhet të jetë në atë rreth vicioz. Asnjë çift i ri në Shqipëri nuk duhet të harxojë qeran dhe nuk duhet të demotivohet nga rritja e kostove të jetesës, nga rritja e kostove të pronës, dhe ta gjejë më kollaj të ardhmen e tij në Gjermani, Angli, Spanjë, Francë, Amerikë, Kanada e kudo në 4 anë të botës, sepse qeveria Berisha 3 do ja financoj minimumin 20% që duhet për depozit për të blerë këtë shtëpi. Ne kemi përllogaritur 30.000 euro të jepet kredi me 0 interes. Çdo çifti të ri, të martuar pas 2019-s, në mënyrë që të blejë shtëpinë e parë dhe të ketë mundësinë të kreditohet dhe nga bankat nivelit të dytë në nivelin deri në 80% euro, dhe të ndihet zoti i shtëpisë tij. Çdo muaj që do e paguaj të ndihet zoti i shtëpisë tij dhe jo një jabanxhi që mund ta flaki në rrugë. Dhe këtë të rinj ka nevojë urgjente ta kenë. Por patjetër që kjo është një kreditim me 0 interes për 20% të depozitës. Dhe ju lutem kaloni pak te slajdi tjetër. Për çdo çift të ri që do ketë guximin, bëhet me 3 fëmijë, ajo kredi bëhet dhuratë. Dhe ka për të falur 100%. Sepse për një vend të përfitoj 3 vogëlusha që do jetojnë këtë tokë dhe do punojnë këtë tokë dhe do shumojnë dhe ata në të ardhmen në këtë tokë, nuk kemi bërë asnjë investim më të mirë se kaq për të siguruar Shqipërinë madhështore. Mos harroni mi që kapitali më i rëndësishëm i ekonomisë, i kombit, i gjithçkaje është demografia, është popullata dhe popullatën e shtojnë vetëm çiftet e reja. Ne patjetër do përkujdesim për gjyshrit tanë, po do përkujdesim për gjyshrit tanë dhe kur t'jemi në gjyshrën në të ardhmen, nëse shtohen vogëlushat në këtë vend. Dhe patjetër që ky është një ligj i cili do kaloj menjëherë sapo qeveria Berisha 3 të vi dhe do bëhet nga ekspertët më të mirë të vendit ton mik, të Hungarisë, të partisë ton si Motër, Fidesit dhe të gjithë njerëzve që duan familjen dhe jo duan shpopullimin dhe shkatrimin e vendit. Do të kalojmë te slajdi tjetër. Pasi kemi zgjidhur tashmë arsimin, që për t'ju rikujtuar dhe njërë njerëzve, ne protestën e 2018 të studentëve nuk e harrojmë. Ata luftuan për taks arsimi 0, taks arsimi 0 do bëhet. Ne studentët do i kualifikojmë në të njëjtën kategori të minimumit jetik që do jetë 200 euro në muaj. Ne prindrit që paguajnë taks arsimi, çdo muaj do japim 250 euro për një fëmijë, nga çerdhja deri në gjimnaz, derisa shteti t'ia çojë atë shkollë. Sepse shteti duhet penalizoj veten për çdo ditë që nuk ja ka çuar. Ne në të njëjtën kohë, duke çliruar nga presioni të gjitha shkollat që janë sot me turne në Tiranë, do i bëjmë shkolla me të vërtet 8 orë në ditë, shkollat publike, ku do bëhet mësim, ku do bëhen detyrat, ku do bëhet sporti, ku do hajde një vakt ushqim dhe ku do shmangim kostot e fshetat arsimit që janë diku te 200 euro në muaj të after schoolit që çdo prind që na dëgjon i ka dëgjuar. Po në të njëjtën kohë do ndërtojmë një shoqëri të shëndetshme. Do ndërtojmë adoleshent të shëndetshëm, fizikisht dhe mendërisht, sepse ky vend mbi të gjitha pas familjes tyre, ky vend është prindi real i tyre. Ne te punësimi po të njëjtën kohë. Çdo biznesi që sot të gjithë e dim, i ka punësuar të rinjt në të zezë, sepse nuk do t'i paguaj sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore, do i themi, bollë e paguajmë ne, dhe sigurimi shoqëror, dhe sigurimi shëndetësor, të çdo 30 vjeçari që kontributi tyre të njifet në të ardhmen, dhe të njëjtën kohë asnjë biznes mos të ngurojë të punësoj të rinjt. Ne në të njëjtën kohë, çdo të riu në 30 vjeç, që do ketë guximin për të hapur një biznes, 3 vjet,
Shteti do jetë krau i tyre, jo taksidar i tyre, jo bulizus i tyre dhe jo ai që i largon nga ky vend. 3 vjet, 0 tatim fitim, 0 TVSH për çdo sipërmarrje të parë të çdo të riu nën 30 vjeç. Pas 3 vitesh o e mbyll o pagu taksat. Çati për çift i bëm gjitha këto. I bëjmë që ju që jeni të gjithu t'ju mbajmë. Se çdo person nga ju, çdo kush nga ju, jeni më të çmuarit të këtij vendi. Dhe do jeni më të çmuarit të qeverisë Berisha 3. Dhe çfarë do lloj programit na kopjoi Edi Rama, një pyetje, pse si ke bërë më parë? 1.2 milion të rinj kanë ikur. Ti kishe bërë më parë. S'ka lek, merr borxh. Nuk ka borxh më të mirë që mund të marrësh nëse nuk investon te rinia. Mos merr borxh për tunel llogaraje, merr borxh për shtim popullate. Dhe pika e fundit, rikthimi për çdo të ri nën 35 vjeç që do vendosi për t'u kthyer në Shqipëri për 5 vite, për çdo sipërmarrje që hap do ketë 0 tatim fitim dhe për çdo punësim që do ketë 0 tatim bitardhura personale. Ju faleminderit, ta gëzojmë programin e rinis dhe patjetër të ftojmë të zotin e punës që do e bëjë realitet kryeministrin e anshëm të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur, të ri dhe të reja, të forumit rinor të Partisë Demokratike, një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju këtu, por për të gjithë anëtarët e këtij forumi, kudo që ndodhen sot në Shqipëri dhe jashtë saj. Një përshëndetje të përzemërt drejtuesve të këtij forumi, zotit Besar Xhaferi dhe Grigel Smuçollari, dhe drejtuesit politik, sot ish drejtuesi i forumit, drejtuesit politik të qarkut të Tiranës, zotit Belin Klishi. Para se të nis fjalën time, kam nder dhe kënaqësi të ftoj të bashkohen këtu ekipin e kandidatëve të ri, i cili është ekipi më i mirë, më fantastik, që Shqipëria ka njohur ndonjëherë në zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Ndaj dhe ftoj zotin Adriatik Hoxha, zotin Akil Kraja, zotin Albi Jahelezi, zotin Alis Narazani, zonjën Andja Ulliri, bravo, zonjën Armonela Marku, zotin Arnold Kariqi, zotin Aulon Kalaja, zotin Aurel Markaj, zotin Belin Kliqi, Besar Xhaferi, Bledjon Nallbati, Denis Savata, Edison Doçi, Elda Hoti, Elmira Andreveshaj, Elton Roshi, Elvira Peka, Elisa Xhixho, Fatjon Semanjaku, Fatmira Kola, Fidel Kreka, Gazmen Bardhi, Gentis Çela, Gentian Koçi, Gentian Doj, Gersa Rudha, Iliriana Kuçana, Ina Zhupa, Ira Boja, Jola Hysaj,
Jonathan Pano, Jorida Mazeliu, Klevis Balliu, Klodiana Çapja, Cristiano Kocibelli, Lisandër Hoxha, Lorenza Hoxha, Maltin Dogani, Mario Runa, Matilda Matia, Matilda Qurku, Melisa Vuthaj, Nada Daulja, Ndrec Pjetri, Parit Mahmutaj, Pranvera Kurpalaj, Renato Kumuria, Rivelino Čuno, Romario Meminaj, Samena Malenaj, Senada Mehmeti, Shqyqyri Murtollari, Silvia Hasaj, Tedi Kopliku, Valbona Doko, Viola Kulolli, Giulia Gjekaj. Kur ky kryeqytet nuk ka patur, kur zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Shqipëri nuk kanë patur një ekip me personalitetet të reja të spikatura, njerëz të shquar, të suksesit, por adhetar të flakt, patriot të vërtet, që kanë vendosur të përkushtojnë të gjithë energjitë e tyre një misioni të madh, një misioni shpëtimtar për Shqipërinë. Të dashur miq, për të kuptuar rëndësinë e datës 11 maj për të ardhmen tuaj, unë këtë fjalë do ta nis me një histori thjesht personale. Jo para, po pas mosh 40 vjeçare, unë mora një vendim. Dhe duhet t'u them ju këtu se vendimi është arma më e fuqishme e njeriut. Jeta e njeriut në fund të fundit është një shumësi e vendimeve të tij. Shumë prej jush, kur mendojnë Sali Berishën, në mend ju vjen Sali Berisha politikan. Shumë prej jush mund ta kenë të vështirë të imagjinojnë Sali Berishën me bluzën e bardhë të mjekut, apo Sali Berishën me stetoskop. Por e vërteta është se më shumë se gjysma e jetës time ka kaluar si mjek, dhe kjo pra një periudhë rreth 40 sa vjeçare. Karrierën politike unë nuk e nisa në moshën e re, e nisa pas të 40-tave, por si ndodhi ky transformim? Kjo ndodhi vetëm nga një vendim. Kaq e thjesht, një vendim miqtë e mi. Vendimi erdhi pak vite para se të nisja karrierën time politike. Dhe ky vendim ishte që t'i dilja kundër diktaturës komuniste. Një vendim jo i lehtë për kohën, sepse siç thash, kisha një karrierë, isha familjar. Ata që kanë jetuar ato vite e dinë se ky vendim mund të ishte një vendim fatal. Por ai vendim, i vendimi vetëm, ndryshoi çdo gjë. Sepse e vërteta është se ky vendim jo vetëm transformoi jetën time në moshën 46 vjeçare, por preku edhe shumë jetë të tjera. E një farë mënyre ndikoi dhe në fatin e Shqipërisë. Po të mos ishte për këtë vendim, unë ndoshta nuk do isha sot midis jush, por do isha një mjek me karrierë të arrirë. Po të mos ishte për këtë vendim, po të mos ishte vendimi Azem Hajdarit, tribunit të lirisë, po të mos ishin vendimet e mira studentëve liberator, që në dhjetor të vitit 90 dolen si heroj të vërtet, u ngritën si sfinksi
nga hiri një diktature në zenit dhe u përballën në rrugë dhe shesh të këtij kryeqyteti me fallangat më të diktaturës më të egër. Përsëri nofta, pa ata historia jonë do t'ishte tjetër. Pra, vendimet transformojnë fate, vendimet transformojnë kohrat, transformojnë vendet, transformojnë kombet. Në këtë kontekst, nuk ka ëndër të madhe që mund të realizohet pa vendime. Janë këto vendime që realizuan ëndrrën e Shqipërisë në NATO. Janë këto vendime që realizuan ëndrrën e Shqipërisë pluraliste. Janë këto vendime të cilat në disa mënyra patë një ndikim të pazëvendësueshëm në lirinë kombëtare, në faktin që sot shqiptarët jetojnë të lirë në Shqipëri dhe në Kosovë. Në këtë kontekst, 39 ditë në ndajnë. Të gjithë ju jeni para një vendimi epik, do të thosha, para një vendimi në cilin ju përmbushni pa ndyshje misionin më të madh të jetës tuaj. Përcjellni në kalendat e historisë një diktaturë të dytë, tashmë jo të bazuar në ideologjinë marksiste-leniniste, por të bazuar në drogën, krimin dhe varfrimin e shqiptarëve. Çdo i ri dhe ere, këto 39 ditë, t'i shtrojë në ditë të betejës më të madhe për ëndrrën e tij, ëndrrën e saj. Sepse përballë jush qëndron një shpresvrasës, një arrogant, qëndron, po e quaj tani, një meme e gjallë, me qenë se të merruat ju me meme, edhe mbylli TikTokun, le ta quajmë së bashku një meme e gjallë që quhet Edi Rama, meme që ecën. Nuk ka patur rinia shqiptare një armik më të egër dhe më të pabesë se Edi Rama ndonjëherë. Në qoftë se ju analizoni këto 12 vite, çmimin më të shtrenjtë në këto 12 vite e paguan të rinjtë shqiptarë, e paguan fëmijët e shqiptarëve, e paguan ata me përhapjen e drogës dhe me humbjen e jetëve të dhjetra prej tyre. E paguan ata me shkatrim në shkollës, institucioni më serioz, më i rëndësishëm pas familjes për fëmijët dhe të rinjtë. Shkolla shqiptare psoi një rrokullisje të paimagjinueshme. Ajo në këto vite të 12 vite ra psoi rënjen më të madhe në botë. Mendimi krijues i trive shqiptar në vend se të zhvillohej dhe të kalon të nivele më të larta në shkollat tona, ra në fundin e botës për shkak të degradimit të plot të sistemit arsimor. Tarifat, taksat,
varfruan familjet tuaja dhe ju paguanin universitete, tarifat ndër më të lartat në proporcion më të lartat në Europë. Në një kohë kur prindrit tuaj marrin rrogat më të ulta dhe blejnë me çmimet më të shtrenjta. Kjo bëri që nga Shqipëria, nga vitin vit, të rinj të largohen dhe vetëm të largohen. Shqipëria të paksohet të rrudhet, si kur noftan historinë e vetë. Edi Rama, në atë subkonsciencën e ti, e dinte se të rritë e urrejnë atë. Jo se të rritë janë të prirur nga urrejtja, absolutisht jo, përkundrazi, por të rritë arogancën nuk e pranojnë. Të rritë nuk është në psikologjinë e tyre, në formimin e tyre, ata urrejnë çdo formë të bulizmit dhe të arogancës. E vërteta është se ai ka frikë të madhe nga ju. Pse ka frikë nga ju? Ai e din që rinia nuk është vetëm mosh, apo vetëm fazë e jetës. Është diçka tjetër më shumë. Është një revolucion në shpërthim. Dhe këtë ai e pa veten pothuaj të shkuar pak vite më parë nga studentët. E din që 11 maj është dita e gjykimit për Edi Ramën. Është dita e verdiktit tuaj. Unë jam sot këtu për t'u dhënë ju fjalën, ju dhe gjithë të rive shqiptarë, se pas 11 majt, një program transformues në qëndrimin e shtetit ndaj të rive do të vendoset, do të zbatohet me shpejtësi. Asgjë nuk mund të ndërtoj një vend me madhështi më shumë se sa ndërtimi e ëndrës së të rive të këtij vendi. Ëndra juaj, ëndrat tuaja, janë ëndrat e Shqipërisë madhështore, janë ëndrat mbi të cilat ndërtohet Shqipëria madhështore, janë projekti i Shqipërisë madhështore. Grigelsi dhe Besarti rrjeshtuan këtu një seri premtimesh nga programi për rinin. Ju garantoj se ato do zbatohen pik për pik. Do bëjmë gjithçka që Shqipëria të jetë në duart tuaja. Do bëjmë gjithçka që ju t'jeni arkitektët e vërtet të Shqipërisë madhështore. Ndaj dhe ju ftoj këto 39 ditë t'i shpallim ditët e njishave. Njishat dhe njishi janë sa hyjnor aq dhe toksor.
Njëshi është numri i diellit, që ka kriju gjithësinë. Njëshi është numri i fatit, që përcakton dhe ndan historinë. Dhe ju, të gjithë, jeni njëshat e vërtet të këtij kombi, të kësaj shoqërie, të këtij vendi. Rrofshi ju, rroft forumi rinor dhe rinia shqiptare. Fitore, fitore, fitore!